Një tjetër skandal ka ndodhur në zonën e pyllit të sodës. Mushkëria e qytetit të Vlorës krahas qindra mbeturinave, të cilat e kanë ndotur në të gjithë gjatësinë e tij, tashmë po përballet edhe me mbetje inerte. Mbetje të shumta inerte janë hedhur në pasurinë e qytetit, duke zgjeruar më tepër territorin e ndotur të pyllit dhe duke sjellë dëmtim në një pjesë të madhe të tij. Mbetje inerte këto, të cilat siç po ndiqni edhe nga pamjet të filmuara në ekran nga televizioni 6+1 Vlora, janë hedhur në një pjesë të pyllit të sodës, pranë fushave sportive, ku çdo ditë stërvitet ekipi i flamurtarit, si dhe ekipet e moshave. Këto mbetje janë hedhur aty pikërisht ditët e fundit, pasi siç dallohet edhe nga pamjet, janë mbetje të shumta inerte që duke se po vazhdojnë të depozitohen në këtë pjesë të pyllit. Janë pjesë nga ndërtimet e shembura në qytet, të cilat janë hedhur në zonën e pyllit të sodës nga persona ende të pa identifikuar për t'i rënë për më shkurt dhe për mos harxhuar më tepër. I kanë hedhur këto inerte në pyll, ku vendi i përcaktuar për t'u hedhur është pikërisht zona e Jallisë së Nartës dhe jo aty. Edhe ky rast i pa precedent ka ndodhur sigurisht në nundën e institucioneve ligjzbatuese, së pari në nundën e policisë bashkiake, si institucioni i cili duhet të monitorojë territorin e pyllit të sodës, pavarësisht se shpeshherë zona e pyllit të sodës, por edhe në rrugën e plazhit të vjetër që të çon drejt Nartës dhe Zvërnecit, ka patrullime të policisë. Kjo gjë nuk ka ndihmuar as pak që ky fenomen të vërehet nga këta të fundit, madje nuk ka asnjë hetim të nisur për të zbuluar të gjithë ata të cilët ndotën territorin. Ky rast duhet të shërbente si një këmban alarmi edhe për inspektoriatin mjedisor, i cili me sa duket nuk e ka vënë as pak ujë në zjarr. Arsyeja pse mbetjet depozitohen aty është fakti se ka rrugë për të kaluar automjetet e tonazhit të rënd, ku me 10 mjete në çdo orar të ditës, pa e vrar as pak mendjen nga policia, shkojnë në këtë territor të pyllit të sodës dhe depozitojnë aty mbetje të shumta inerte, madje aty hidhen dhe mbeturina të shumta, të cilat kanë pushtuar territorin, ku pishat, me sa duket, ja kanë lënë vendin mbeturinave, ndërkohë që pylli i sodës është një mjedis i mbrojtur, kur ky rast duhet të ishte tepër alarmant edhe për institucionet që mbrojnë dhe monitorojnë mjedisin. Si një pasuri kjo e mbrojtur kombëtare, ky fenomen vihet re edhe për shkak të fushatës elektorale, ku duke shfrytëzuar këtë të fundit dhe mungesën e kontrolleve, mjetet e tonazhit të rënd i depozitojnë këto mbetje inerte në pyllin e sodës për të kursyer vetëm pak litra naftë. Deri këtu ka arritur ku mjetet e tonazhit të rënd shkojnë dhe depozitojnë mbetjet në pyllin e sodës dhe jo në Jallinë e Nartës, vetëm për të kursyer disa litra naftë. Por në Vlorë me sa duket ky fenomen nuk i bën më përshtypje askujt. Ndotja dhe shkatërimi i pyllit të sodës, prerja e pemëve dhe dëmtimi i tij është kthyer në një fenomen shqetësues në Vlorë, por jo për institucionet lokale, për të cilat kjo gjë me sa duket është krejtësisht normale.